Gjithë ju që se keni kuptuar akoma se kush jam unë, do ta kuptoni njëherë për gjithmonë. Unë jam një njeri që kam fituar potencë, që moshë të vogël. Kam qenë një nga transportuesit më të fuqishëm në Shqipëri. Në vitin 94, 95, 96, 3 vjet me mall, me armë, me refugjat, kam qenë një nga të parët. Transportuesi më i fortë. Që e çonim Janinë vija me 3 milion rami. Ato vite pastaj u lidha me shokët e mi nga Vlora, kemi qenë me gomone, kemi çuar Arshash, armë, e shumë gjëra të tjera. Që juve vetëm shikoni nga për televizora. Që kohë që deri sot nga për live, ka shumë gjëra për të treguar për jetën time, por nuk ta them për mburje. Unë flas gjithmonë se çka ka ndodhur në jetën time, nuk e them për mburje. Ky jam unë, fundë fal jam realist për jetën që kam bërë, nuk bëhem bishmen, edhe kaq. Se cili ka jetën e vetë, se cili ka mendin e vetë, edhe që u beraj famshëm, thash dhe njerë unë, famën sigur ma dha Zoti. Fol realiteti. Gjithmonë njerëzit e mirë i kam dashur, do t'i dua derisa të jem gjatë. Njerëzit e këqij, skuthat, majmunët, budallënt, duhet të largohen me thirrje shtetit shqiptar, të kapi të gjithë ushtritë që ndodhen nga për piti qëtë e pesa të gjithë, janë budallënj. Të kapen të gjithë intrigantët, ata që janë moshe vogël, që kanë shkuar dhe kanë hapur adresa fake dhe fillojnë e shajnë në rrjetet sociale, duhet të kapen të gjithë dhe shkojnë pithë nënës tyre.